إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد والله تندرشم fillimisht falënderojmë Allahun Azza wa Jall I cili na bëri pjesëmarrës të dinit të vetëm të pranuar tek Ai. Falënderojmë Allahun Azza wa Jall për begatitë e shumta që Allahu Azza wa Jall na nderoi dhe na stolisi me to. Dhe në hitbët e kaluara folëm mbi begatitë e Allahut Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall veçoi dhe nderoi njeriu. Sot me emrin Allahut Azza wa Jall gjithashtu do të flasim për një begati madhështore që Allahu Azza wa Jall begatoi njerëzimin, mirë po për fat të keq, kjo begati dhe kjo mirësi Allahut Azza wa Jall, kjo veçori e njerëzimit në ditët e sodit është më së shumti që përbuzet dhe luftohet në aspektin vëllezër të ndershëm mediatik dhe në gjithë format. Nga se Allahu Azza wa Jall na tregon Kurani Kerim është një pengesë e madhe për armiqt e dinit Allahut Azza wa Jall. Pra sot me emrin Allahut Azza wa Jall do të flasim disa fjalë pse luftohet shamia dhe promovohet lakuritësia. Lejo të ndershëm, fillimisht ne si besimtar, pasi që u njohtuam se Allahu Azza wa Jall ka nderu birin e Ademit. Dhe thot Allahu Azza wa Jall وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Vërtet në njeriu e krijojmë në formën më të bukur, më të përsosur, më të mirë. S'ka krijesë që Allahu Azza wa Jall ka krijuar më të bukur, më të përsosur se njeriu. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall na nderoi kur Allahu Azza wa Jall na krijoi çifta. Dhe prej këtyre çiftave boni që Allahu Azza wa Jall të mbijetojnë një familje dhe të shumohen ato dhe të ekziston njerëzimi. Pra lejo të ndershëm Allahu Azza wa Jall në nderon, gjithashtu ku thot Allahu Azza wa Jall, Kurani Kerim, ja bani Adem, qad anzalna alejkum libasen yuwari sawatikum warisha. O bijtë Ademit, ne ju kemi nderu me petka me robe që ju mbulojnë pjesët e turshme tuaj, dhe ne me petka jemi që ju zbukurojmë. Pra lejo të ndershëm një ndër begati pasi që Allahu Azza wa Jall na krijoi në mënyrën dhe formën më të bukur, më të përsosur, a që Allahu Azza wa Jall na dalloi nga shumë krijesat e Tij. Dhe Allahu Azza wa Jall na veçoi me petka robe që me to ne jemi ata të cilët e zbukurojmë dhe mblojmë pjesët e turshme. Pra kjo nder I Allahut Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall nderoi njerëzimin. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, mbulesa në Islam nuk shifet vetëm si tradit apo si zakon. Mbulesa vëllezër të ndershëm kur kam për qëllim mbulesën, kam për qëllim përgjigjen femërore. Allahu Azza wa Jall e veçoi, e nderoi gruan me mbulesë. Para thonte Said ibn Musayyibi, nuk ka ibadet që më së shumti gruaja dhe femra afrohet e Allahu Azza wa Jall se sa mbulesa. E në veçantë të sodit vëllezër të ndershëm, mbulesa vëllezër të ndershëm a xhihad I gruas. Gruaja e cila është mbuluar dhe që ndëron dhe nrun deri në saj, a që reziston ndaj gjithë lëvizjeve që tentojnë të rënojnë këtë simbol të madh të dashur tek Allahu Azza wa Jall. Para të Allahu Azza wa Jall na paralajmërojnë Kurani Kerim se kjo është ajo e cila do të ndodhe nga sfidat më të mëdha të njerëzimit në epokën në veçanti të akhiris zamanit,
ko përpiqen që njerëzit që ti lakuritsojnë vëllezër të ndershëm. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall thot në Kur'anin e Kerim: "Ya bani Adam, la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima." O bita Ademit, keni kujdes, mos bini dhe ju viktim si që ra Ademi a.s. I mashtrimeve dhe manipulimeve të shejtanit, ku Allahu Azza wa Jall na përcakton, na tregon Allahu Azza wa Jall se si Ademi a.s. o mashtru prej shejtanin, nga se Ademi a.s. nuk beson të që ka mundësi një krijes të betohet në Allahun Azza wa Jall rrejshëm, dhe shejtani u betu para Ademit a.s. rrejshëm, se nëse haprej kësaj peme do t'jeti i përhershëm. Mirë po qëllimi dhe sinimi shejtanit vëllezër të ndershëm ishte diçka tjetër. Ishte për qëllim që ti lakuritson dhe ti nxjerr nga xheneti Allahut, që ti privon nga rahmeti dhe mëshira Allahut Azza wa Jall. Pat Allahu Azza wa Jall në të rejtë vërejtë dhe thot: "O bita Ademit, keni kujdes, mos bini në sprovat që ra baba juaj Ademi." Që edhe Allahu Azza wa Jall në tregon dhe thot se shejtani arriti që të nxjerr Ademin dhe bashkëshortën e tij nga xheneti, dhe këto kur hangrën nga pema dhe thien urdhin e Zotit të tyre, o lakritsuan dhe u duken pjesët e torshme të tyre. Për këtë arsye, sikur që Allahu Azza wa Jall aludon me këtë jetë dhe shumë hadithet pejgamberit Allahut, që lakuritësia vëllezër të ndershëm a privim i njeriut ndaj mëshirës Allahut Azza wa Jall. Pra Allahu e privon njeriun nga mëshira Allahut, po njëkohësisht e privon gjithashtu nga xheneti Allahut, nga se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se gratë vëllezër të ndershëm i tregon cilët janë më të mira, më të devotshme, janë i përshkruan pejgamberi Allahut në hadith, pastaj vazhdon hadithi pejgamberit Allahut. Dhe thot pejgamberi Allahut se gratë më të këqija runa Zot janë ato që ekspozojnë veten e tyre, ato që ekspozojnë trupin e tyre, ato që ekspozojnë bukurinë që Allahu Azza wa Jall ja ka dhuruar atyre. Pra ato të cilat heci se ekspozojnë dhe isprovojnë të qerat. Pa tonë të pejgamberi Allahut të runa Zot, dine se këto janë hipokritat. Pra vëllezër të ndershëm, pejgamberi Allahut i përshkruan hipokrita, dini përse? Për shkak se në pamjen e saj duket se ajo është e lumtur, nga sa brendësinë e saj që rënohet zemra dhe shpirti i saj. Pra thonte Ibn Qayyimi dhe nënvizoje këtë që e thot Ibn Qayyimi. Dhe nëse këtë gjumo e merr vetëm këtë margarit të Ibn Qayyimit, do të mjaftojë vëllezër të ndershëm. Thonte Ibn Qayyimi nuk e kanë nënvlerësu gruan më shumë se ata të cilët i kanë dashur në trupin e saj edhe e kanë rënë shpirtin e saj. Edhe njerë po e përsërit, thonte Ibn Qayyimi, nuk e ka nënvlerësuan dhe nuk e ka përbuzën dhe nuk e ka nënçmu femrën më shumë se ata të cilët garojnë dhe tentojnë që të përfitojnë nga trupi i saj, ndërsa ja rënojnë shpirtin e saj. Pra vëllezër të ndershëm, a nuk janë ata të cilët i lakuritsojnë femrat dhe ata të cilët tentojnë që të lakuritsojnë femrat, janë ata që të lakmojnë që të ekspozojnë femrat, nga se kjo i përngjet siç e përshkruan një njeri, vëllezër të ndershëm, me fjalë magjike apo fjalë manitse, sikur një bari i cili kishte kopen e dhënëve të tij dhe ai e mbylli në ahrin e fortifikuar të tij, që t'i ruan nga ujqit, mirë po ujqit erdhën për rreth arit dhe brorit që dhe thonshin dojmë liri, për dhenët qëllimi tyre ishte vëllezër të ndershëm që t'i kafshon dhe t'i hanë dhënd. Ato me ndoshin dhënd nga brena se vërtet janë duke në dosh neve lirin, janë duke në dash neve emancipimin, janë duke në dash mirësin ton, për atë Ibn Jauzi thonte. Ibn Jauzi thonte se gruaja pa mbulesë, sikur se shtëpia pa derë. Gruaja pa mbulesë, vëllezër të ndershëm, sikur mori pa derë.
Fortifikimi i grave është mbulesa e tyre. Dhe kjo nder prej anës Allahut Azza wa Jall. Dhe kjo është ibadet i çmuar tek Allahu Azza wa Jall. Është përpjekje dhe xhihad që vëllezër të ndershëm në kohën veçanti kur nuk praktikohet mbulesa. Ajo grua është e cila reziston me mbulesën e saj dhe sfidon të gjithë projektet e armiqve të Allahut Azza wa Jall, e në veçanti projektet e shejtanit të dështojnë në racën e qëndërimit të saj, pra imani dhe besimi ngolitur i saj, e ka sfidu të gjithë komplotet që ja bojnë femrës vëllezër të ndershëm në emën të emancipimit apo në emën të përparimit. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall e përshkruan mbulesën se është gjithashtu zbukurim për femrën, pra vëllezër të ndershëm, për atë Allahu Azza wa Jall e përshkruan në ajetet Kur'anit Kerimit që thot dhalike edna ayyurafna fala yu'dhain. Cilat janë femrat të cilat më së pakti ngacmohen, janë femrat e mbuluar. Cilat janë më të fortifikuara, thot kjo është shenja mbulesës, tregon sinqeritetin dhe pastërtinë dhe qiltërsinë e shpirtit të tyre. Dëshmi Kur'ani Kerimit që ato që mbulojnë mbulesë kanë shpirt të pastër vëllezër të ndershëm, a nuk ke dëshirë të jesh nga ato? Për atë Aisha radiallahu anha, kur erdhën disa vajza nga fisi Beni Temim dhe kishin petka të holla që ju ishin të tejdukshme, ndëgjon e mona besimtarve çka i këshillon ato. I këshillon ato dhe i thot nëse jeni besimtare, kjo nuk ka zhveshje besimtare. Nëse jeni jo besimtare, të fëronu përkohësisht që të uani përjetësisht. Pra vëllezër të ndershëm, për këtë Aisha radiallahu anha, e cila kur i shifte garat në kohën e saj, pas vdekjes pejgamberit Allahu që dilshin nga shtëpitë e tyre, me nevojë dhe pa nevojë. A di çfarë tha nona besimtarëve të kishte qenë pejgamberi Allahu gjallë, ja kishte bën juve farz të falni xumon dhe 5 vakte namaz në xhami. Nga se gruaja është liru nga xumoj. Gruaja është liru nga namazi me xhamat vëllezër të ndershëm që mos të del shpesh herë nga shtëpia e saj. Nga se thot pejgamberi Allahut, ajo grua e cila del e zbukuroan nga shtëpia e saj, a shejtani që e zbukuron në sytë të tjerëve. Sot rrëti po ndodhin familjare vëllezër të ndershëm për shkak se ne jemi ata që i toleruam. I ndëgjuam këto hadithet pejgamberit Allahut dhe ndëgjuam se pejgamberi Allahut aq është për foli në këtë tematik. Derisa tha pejgamberi Allahut, 3 lloj njerëz nuk i në xhennet. 3 lloj njerëz janë tërbiruar nga xhenneti Allahut. Njëri prej atyre është ai i cili nuk ka xhelozi, ai që nuk xhelozon për familjen e vet, është i privuar nga xhenneti Allahut, që nën kupton se ne duhem të jemi ata të cilët vendosmi normat e Allahut Azza wa Jall në shtëpitë tona. Duhem të kujdesmi vëllezër të ndershëm, nga se një ditë do t'i barabitmi kom dhe do të dalmi para Allahut Azza wa Jall. Pra nëse mbulesa është ibadet që nën kupton çfarë do të thotë kur është ibadet, do të thotë që mbulesa duhet të jetë sipas normave të Allahut dhe nuk ka të drejta gruaja besimtarja apo besimtarja të mendon atë mbulona para martesës apo pas martesës. Thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin Kerim, ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakunu lahumul khiyaratu min amrihim. Si takon besimtarit as besimtares nëse vendos Allahu për diçka që ato të bëjnë zgjedhje. Ata nojnë shamien në para Ramazanit apo pas Ramazanit, mos e prit Ramazanin nga se ka mundësi të takosh me Allahun Azza wa Jall dhe mos të mrish Ramazanin. Pra vëllezër të ndershëm, gruaja e cila është mbuluar ban ibadet edhe Kur'an në shtëpinë e saj pa mbulesë, gruaja e cila është zbuluar i ban gjuna Allahut Azza wa Jall edhe kur qëndron mes 4 mureve të saj. Nga se sikur të mundet që ajo që të del do të dilshte pa mbulesë. Pra atë pejgamberi Allahut, ai ishte që pa disa njerëz në xhennet
dhe i takoi pejgamberi Allahut, na përgazoi pejgamberi Allahut, tha vetëm dy lloj njerëz pejgamberi Allahut vëdhëç dhe nuk i takoi ato, ama këto njerëz nuk i pa apo i pa pejgamberi Allahut të privuar nga xheneti Allahut. Kush ishin këta njerëz që pejgamberi Allahut ashtë që cili i thot sinfani minan nas, dy lloj njerëz i kam parë. Ku i ki pa ja Rasulullah? Tha i kam pa në xhenem, mirë po në dunjë nuk i kam pa. Pra në kohën e pejgamberit Allahut ende këta njerëz nuk kanë qenë gjallë apo nuk kanë ekzistu. Tha pejgamberi Allahut grupi i parë janë disa burra që me vete bajshin bishtet e lopës i godisnin njerëzit. Këta janë ato qeveritarë zullumqtarë, që kohën e pejgamberit Allahut ishte pamundur që të ekzistojnë këta, pejgamberi Allahut i pa këto xhenem dhe nuk i pa dhe nuk i përjetoi pejgamberi Allahut në këtë dunjë. Njerëz të cilët bojnë zullum si për faqen e tokës i godisin njerëz siç po ndodh ulledhë të ndërshëm për shkak floris, për shkak dukatit në Sudan. Dhe në hutbën e arshëm do t'ju tregoj se çfarë po ndon kasaphanën e Sudanit. Çfarë po ndodh ulledhë të ndërshëm rreth 2 viteve afër 200.000 deri 300.000 njerëz janë ekzekutuar. A dini përse? Për shkak që ti nxjerrë Franca dhe aleatët e saj 10 ton dukat. Ekzistojnë gjegë dhe masakrohen njerëzit ulledhë të ndërshëm për dukat. Dhe këtu do të paralajmëroj për një hadith të pejgamberit Allahut që në kohën kur ishmi studentë dhe talebe ne ishmi ata që i lexojshmi dhe i besojshmi, mirë po nuk e kuptoshmi çka do të thotë kur do të shfaqet një kodër e cila ekziston me dukat, me flori nën Efurat në Irak. Ku thonë të pejgamberi Allahut kur shfaqet këtë kodër mos u avit, mos u drejto me shku. Për çkak se ku shfaqet kjo kodër vëllezër të ndershëm nën Efurat, tha 99 prej tyre do të mbytet dhe vetëm njani do të jesë gjallë. Kodra e dukatit e floris e cila gjendet në Efurat, mone men dhe nën vizon e ketë që po e thamë, nga se vëllezër të ndershëm këto do të asgjësohen, do të zhduken superfuqit. Superfuqit janë ata të cilët zhduken në këtë vend për çka se vrapojnë mas dukatit. Sot janë dodi elita në Sudan, ulledhë të ndërshëm si shpeshivni, parasive të botës dhe para medive divet faktikisht nuk ka shfaq asgjë derisa i kanë nxjerrë 10 tonë gjisë mrena një vitit. Pra po flas për këtë vit 2025, për një vit 10 tonë gjisë për shkak dukatit dhe minierave të cilët ekzistojnë me mineralet të ralla, ekzekutohen këta njerëz. Si po ndodhe, pse po ndodhe, çfarë faji njerëzit kanë këta, do të shpjegojmë në hutbën e arshëm me emrin Allahut Azza wa Jall. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm paramendo, lakmia e dunjas që nuk ka vlerë fare njeriu. Edhe pse jetojmë shekullin 21 dhe pretendojmë se njeriu ka të drejta, mirë po gazja është ajo e cila e shpalosi i demaskoi të gjithë hipokritat botëror të cilët kanë qenisën ligje jo për të mbrojtë drejtën e njeriut, por për të mbrojtë kushtetutën dhe interesin e tyre. Pra ne lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall të na vëdison për këtë arsye. Për çdo ditë më shtohet bindja se armaria e Islamit i takon dhe ata më shpejt se sa keni mundësi të paramendoni. Nga se sistemi islami është i vetmi që ka mundësi të shpëton botën botën nga kaosi cili po ndodhen. Nuk ka sistem që për faqen e tokës që mbron drejtën e njeriut, që mbron mallin e tij, pasurinë e tij, lirinë e tij. Nuk ka sistem si për faqen e tokës e thamë me plot përgjegjësi përveç se Islamit. Për ata Allahu Azza wa Jall këto ndodhin që të demaskohen ata që pretendoshin se njeriu është i shenjtë dhe kush prek gjakin e tij është terrorist. Mirë për ne po dalin ta shumë shtete terroriste të cilët jo që e gjerdhin gjakin e një njeriut, po e zhvarosin një popull, e gjegin të gjallë ata, e vorrosin të gjallë me të me gjithë ata heshtin,
Heshtja e tyre di përse vëllezër të ndershëm, për shkak se janë pagesat e majme të pagume, për shkak komercializmit të tyre. Ata shesin çdo send dhe nuk ka tek ato vija të kuqe vëllezër të ndershëm, por se pejgamberi Allahu dene na informoi se mos u afroni te kodra e Furatit, për shkak se kjo do të jetë kasaphanja e superfuqive që lakmojnë në ari dhe flori. Për këtë arsye na lajmërojmë neve se valutat të gjithë do të shfarosen, do të binë shumë shpejt, dhe neve na japin alarm me deri vitin 2026 apo 27. Ka mundësi që euro nuk do të ketë vlerë, dollari ala ma hiç nuk do të ketë vlerë për ata. Na sugjerojnë analistat dhe na thojnë, bleni flori dhe bleni tokë, për shkak se mos i runi dhe mos i depononi letrat, për shkak se keni mos gjuhë në mëngjes dhe vlera e letrës s'ka me pas vlerë. Kështu do të kthehet vëllezër të ndershëm bota, që Allahu Azza wa Jall po përgatit botën për një send të madh. E për ata që e ka pregadit Allahu Azza wa Jalla, apo po e para pregadit da ka informu pejgamberi Allahut që neve na shtohet imani se armaria i takon Islamit, dhe pejgamberi Allahut ka qenë që ka fol, a ka qenë inspiruar, i mësuar pej anës Allahut, dhe nuk ka qenë ai cili ka fol nga mendja apo aftësia e tij, ka se këto çështje s'ka mundësi ti bashkëruan aq preciz, vetëm një i dërguar i Allahut Azza wa Jall, pra pejgamberi Allahut vërtet ishte i dhimbshëm për ne, ishte i kujdesshëm për ne. Pejgamberi Allahut prej kohën e tij ishte mëshirshëm për ne. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall të na përfshin me mëshirën e tij. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Pra vëllezër të ndershëm, shamia u pengon armiqve të Allahut Azza wa Jall, për shkak se femna me shami e ruan derin e saj, e ruan gjithashtu familjen e saj, dhe femna me shami është femna ma e suksesshme në shkollimin e saj, ma e suksesshme gjithashtu në familjen e saj. Me heqën e shamis, vëllezër të ndershëm, dëshirojnë ato që ta rënojnë raportet familjare, që t'i rënojnë raportet familjare, që të shtohet tradhtia në familje, që të rënohet femra si nan, nga se dihet si thonte Omer ibn Khattabi, nana e ndershme, suksesshme, është më e rrezikshme për armikun se sa armat bërthamore. Nana e cila është e ndershme dhe e suksesshme, është ajo nanë që lind burra vëllezër të ndershëm, është që lind burra të fuqish. Nana e dështuar është nanë që s'ka mundësi të edukon një brez, dhe këta ne jena dëshmitar ku kemi ndëgju për para për vëllezër të ndershëm shtëpinë e pleqëve. Dhe unë kanë ra dilemë, ta shumë kanë pyetje hoxh efendi, ata kontribojnë për hapjen e shtëpive të pleqëve, se janë lënë mas dore dhe vërtet janë lënë. Vëllezër të ndershëm, a mos t'i japë? Nëse nuk i hapi ato do t'jetojnë disa vite të dhimbshme. Pra vëllezër të ndershëm, kemi ndëgjuar ne në kohën e kaluar një cent të tillë. Parat Allahu e mëshiroft molla Jakupin, i cili kur folte për respektimin e prindëve, o qon një gjalosh dhe e pyti dhe i tha që ta respektoj babën tem, ku se ka qenë baba jem vujk, se ka ditën tabelën e shumëzimit, as se ka ditë matematikën, as sa koni arsimuar. Dhe molla Jakupi u përgjigj dhe i tha, unë babën tanë shumë mirë të njoh, babën tanë shumë mirë të njoh, baba jotë vërtet nuk e ka ditë tabelën e shumëzimit, mirë po baba jote ka ditë tabelën e halalit dhe haramit, dhe si sukses i tabelës e halalit dhe haramit që e ka ditë baba jote, 5 gjem i ka të shkolluar dhe i ka shkollu fëmit e ti. Pra vëllezër të ndershëm, ne kemi harru tabelën që na mësoi Allahu Azza wa Jall, dhe i thijem normat tona për këtë arsye. Nema të arsimit është që sot vëllezër të ndershëm ekspozohet të trupi femrës, dhe une kur i shoh këto vajza që shkojnë në shkollë, une nuk e di, a janë duke shkuan për të ekspozuan
trupin e tyre, apo janë duke o lëmtuan dhe duke shku për të lip shkencë? A janë duke liqka, janë duke qatë shumë të shminkuara, që faktikisht nusën duhet ma pak me zbukuru ku qko e nuse, se sa ajo ku qohet mëngjes 2 orë pas qire, 2 orë të para i hikin u leo të ndërshëm, si të hije dhe 2 orë është pas e sukses shme, e zbukuruar, e zbukuruar, e gjveshur që i ka thonë pejgamberi Allahut. Pejgamberi Allahut dhe kja është thot pejgamberi Allahut që i kanë pas zjarë më runa sot, një lloj ditë të grave, që thot pejgamberi Allahut kasiyatun ariyat, të veshura të gjveshura. Ka thonë dietar çka do me thonë të veshura të gjveshura, të veshura me begatit e Allahut. Allahu e ka zbukuru ata, Allahu azza wa jalla e ka përsos ata, Allahu patmeta e ka fal ata, e gjveshur për nga falemderimi, nuk e njeh normat e Zotit vet, nuk e falemderon Zotin e vet, nuk jeton me normat e Zotit vet, nuk tenton që ta kënaq krijuesin që e krijoi në këtë formë, mirë po atë që i përbuz begatit e Allahut. Mailatul mumillat janë ata të cilët ekspozohen para qerve dhe janë të devijuar dhe i devijojnë të qerët. Një të transmetim thot kasiyatun ariyat, një koment të këtij hadithit pejgamberit Allahut të veshura të gjveshura. Ajo me vete a vesh, mirë kur ta shifsh ti janë që gjvesh. Kur zgjohet në mëngjes me pijama thot prit të vesh. Kur dale me fun 20 centimetra. Ajo ishte ma e veshëm në dhomën e gjumit, se sa ku që faqet o leo të ndërshën pranë të qerëve. Plus asaj që shejtani aqe e zbukuron sinin e qerëve. Për ata këto telefonata që bëjnë dëgjojmë të këtinve të ashtë të quajtur të ndershmive politik që na përfaqësuan, vëllezër të ndershëm, nuk është vetëm një reflektim se ne me çfarë kemi të bëjmë. Pa atë pejgamberi Allahut është ai i cili e dinte shoqërinë, e dinte gjithashtu rolin e femrës. Allahu azza wa jalla çmoi femrën kur ajo qëndron në shtëpinë e saj. Ka thonë pejgamberi Allahut wa qarna fi buyutikunna. Qëndroni në shtëpitë e juaj dhe mos u zhveshni si që në zhveshën gratë e xhailietit të parë. Gratë e ignorancës e parë, disa janë zhvesh vëllezër të ndershëm. Ato i kanë zbulu karat e tyre dhe i kanë zbulu flokët e tyre dhe shalli kur e kanë lidhë për mas, ka që janë gjvesh. Para ta tha njani prej djetarë, gone pejgamberit Allahut ka qenë problemi njerëzimi që i kanë adhuruan idhujt, ndërsa kohën bashkohore jemi në një sprovë më të madhe, që në të reqi pejgamberi Allahut, sot i adhurojmë vëllezër të ndershëm femrat dhe gjinin e kundërt apo gjveqën dhe lakuritësin. Femra ma e lakuritësuar është ajo e cila vëllezër të ndershëm sot nderohet. Femra e cila ma e lakuritësuar dhe ma e shfrenuar që dëshirojnë të bojnë model që të vrapojnë mas asaj dhe në modelin e saj. Kush janë ata të cilat e luftojnë shamin, janë komercialistat, janë firmat e mëdha të modës, që nëse bulot femra nuk i shiktet artikullit tyre, janë vëllezër të ndershëm ateistat, laicistat të cilat janë armiq të fesë Allahut, nga se dinë se shamia simbol i islamit, simbol i vërtetësit, simbol i qirtërsis, simbol i përparimit. Pra ata nuk e dojnë një umet që të jetë e përparuar. Pra të vëllezër të ndershëm në hasbi shtete që me muaj së në formojnë qeveri, e kanë lonë kërkun dhe e kanë vjedh dhe e kanë grabit popullin e vetë, amo për shamin gjejnë kohë të gjithë që të flasin dhe të pengojnë. Kjo nuk është një alarm që të regon vëllezër të ndershëm, se votën e ndershme me shamin tonë je duke sfidu mbar votën, me shamin tonë je duke i përmbisën të gjithë këto të landë, me shamin tonë ti e krenaria këti umetit, para ta që ndëroti me shamin tonë që Allahu azza wa jall të lartësoj, para me ndonë e vëllezër, sa shpenzime bon për kja ek shamien femrët, sa marketing e bon për ta të lakuritësu femrën, me gjithata kjo që ndëron në imanin e saj, në besimin e saj, në mbulesën e saj, në ndenin e saj, që ndronë si malet, si race e gurit, pranë stuhive të tyre,
të ashpra të cilët në përgjith me dijat I kanë nënështru vëllezër të ndërshëm lakuritsin që ekspozojnë vetëm e vetëm që të në lakuritsojnë bjet tona, që në lakuritsojnë gratë tona, që të rënojnë familjen tonë, që të prishin mardhënjet familjare. Pra ajo e cila qëndron me mbules, është raca e gorit që qëndron në imanin e saj. Kja gjihadi saj në shtëpin e saj, kja përpjekje me madhe që e banë për Zotin e saj, nëzitohet që t'i barashkjitët karavanit dhe mos u banë vegël që komercialistëve të cilët tentojnë që artikullit e tyre që t'i shesin, që mos u banë që një femër që blehet dhe shitët, për këtë arsye m'la për shtipje vëllezër të ndërshëm, hoxha jon Muhammed Hasani, cili tha, kur ishte në Amerikë, tha, erë një femër amerikane të pranon islamin dhe ishte kurështar që ta di pse kjo femër çka e boni këtë që të pranon islamin, e pyeta ta dhe tha, I tha çka të motivoi të pranon islamin, e more tha hoxhin ndershëm, ne në kohën e periudhës së ignorancës bashkëkohore, ne femrat jemi shëndru në shole, çdo kush që ka nevojë për ne, kri nevojën e tij dhe kalon. Mirë po lexova për islamin dhe e poshtë, se Allahu Azza wa Jall femrën e kish ngritën, e kish nderuan si nan, e kish begatu, e kish nderu si bij, e kish nderu si gru. Pa femrën nuk kam pa sistem në që cilën kam lexuan, ma shumë që e ka ngrit islami vëllezër të ndërshëm për këtë arsye, jo rastësisht islami e bani që femra mos të udhton vetë. Dhe këto mendojnë se islami e ka përbuz dhe e ka nënçmu. Mirë po kur I shef ministrat, hecin me budigarda, me trupëroje, hecin krye ministrat, hecin krye parlamentarët, hecin qeveritarët me mburoje, vetëm femra duhet të hecet zhveshur, lakuritzuar vetë. Pra Allahu Azza wa Jall të ka nderu, të ka bo princesh, mos e ull vetën tane, ti e jo krenaria me madhe, për njaj nanës besimtarve Aishës radiallahu anha, e cila thonte Aisha radiallahu anha vëllezër të ndërshëm, me në këtë mëndësim të turpit dhe ndërshmërisë Aishës, e cila tha kur une isha në shtëpin time dhe u patëvëros pejgamberi Allahu dhe Ebu Bekër Siddiku, ishte në dhomën time dhe I heq në teshët normal dhe flisha për çka se thojsh në kja burri jem I vdekur dhe kja baba jem. Mirë po kur mu varros Omer ibn Khatabi prej asaj dite, Aisha nana besimtarve tha, asnjëherë nuk e kam hek mbulesën time, e kam shtrëngu, e kam fortifiku, jam bështjell mirë, nga se u torpëroshna prej Omerit radiallahu anhu të vdekur, o tërpruan gratë e muslimanve nga të vdekurit, ne nuk tërpromi nga të gjallit. Pra vëllezër të ndërshëm, gjithashtu Esmaja bia Ebu Bekër Siddikut, e kish një dert, e kish një preokupim, e kish një gajle. A di cili ishte preokupimi saj? Nuk ishte preokupimi saj çfarë fustani ka me veshën ditën e maturas. Nuk ishte preokupimi saj vëllezër të ndërshëm, ku do të feston ajo fundin e vitit dhe me çfarë petka do të veshet. Nuk e kishte preokupuar ata që në cilin restoran do të gëzohet, do të shoqërohet me kolegët dhe kolegat. Mirë po preokupimi saj ishte një preokupim se arabët e kishin zakon kur I vorroshin të vdekurit, e lishin tabutin të hapur, dhe thonë të Esmaja kur vdes po be paramendoj, kur vdes une burrat e huaj ka me ma pan fizionomin e trupit tim. Për ata kjo ishte derti ma I madh Esmajas. Atëherë vëllezër të ndërshëm I tregoj një besimtare cila ishte në Etiopi, tha unë ta eki këtë gajle dhe këtë dërt. Tha unë në motër më trego, tha na në Etiopi, tha I dalojsh mi kufo më gjenazët kur vditshin. Burrat ato I qëshin që të zbuluar, tabuti ishte I zbuluar, ndërsa kur I qëshin gratë, I nëshin thupra, I në pita, dhe qëshin një qarshaf që nuk u duke, as fizionomia trupit të tyre. Tha Allahu të mëshiroft, Allahu Azza wa Jall, Allahu të begatoft, që ma eke një barë dhe breng të jetës time, dhe unë porositit këtë vdese që ta bani si që e bojnë etiopianët në venit e tyre, që burrat e huj mos ma shofin as fizomin tonë. Gratë ndërshme kur hetshin vëllezër të ndërshëm, nuk hetshin mesin e rrugës pa ato, hetshin për shkejt murit derisa kur shkojshin në shtëpi, u të diroshin mantilët dhe paltot e tyre që t'i lajnë, për çka se fshinin murin, nga se u tërpëronin nga burrat e huaj. Çfarë na ndodhi neve vëllezër të ndërshëm?
ishte me një vend, vlen administrat, për ta kri një pun, njani prej atinve iman të ligjerat grave që ka turp njeri të flet me gruën e vetë. A i flis të fjallë banale që njeri të tërpërohet që këto fjallë ti flet me gruën e vetë. Pra u leja të ndërshëm deri këtu ka ra në morali, deri këtu ndërshmëria në ka ra. Pra të lusim Allahun azza wa jall që Allahu azza wa jall të na kërenon me mbulesën tonë. Lusim Allahun azza wa jall që ne t'i sfidojmë të gjitha ata të cilët e dojnë të ketë keqe për muslimanët, s'ka problem se ditët tonë janë rëvim. Armëria në takon neve si besimtar, para të Allahu azza wa jall në ka premtu dhe nuk dishojmë premtimin Allahut azza wa jall. Sa do qoftë që të luftoni, do të jeni nga ato si që ka thonë Allahu azza wa jall, do të shpenzoni, do të raskapitni, do të lodhni, do të për të sfidu islamin, e në fund do të dëshpëroni, do e mos në shpijen e bardh me zgjat dorën me muslimanët, për ndryshe nuk do të s'keksiston as perandoria juaj. Dhe këtë e kuptua të vëllezër të ndërshëm me mesazhin e fundit që ndodhi vëllezër të ndërshëm, e do të ndodhi dhe mrekullinë të ardhmen. Pra ne nuk jemi që flasim imagjinata, ne jemi duke folë realitet, atë që Allahu azza wa jall na lajmëroi dhe pejgamberi Allahut. Lutim Allahun azza wa jall që ta na ban pjesë marrës në këtë karavan që ka filluar të gritet dhe ki karavan që ka filluar të hecet. Karavani i krenaris, karavani i nderit, karavani i lartësisë dhe arsimit. Lutim Allahun azza wa jall që Allahu të na i falë mëkatet. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.